qëllimi i kësaj konferencës sot është arsyeja kryesore është protestat që po mbahen në kundërshtim të padrejtësive të luftës së lavdeshme të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe krerëve të kësaj lufte që padrejtësisht po mbahen atje. Dhe do ta shpallëm si njoftim për shkak të aktiviteteve dhe pamundësive më herët që njoftojmë se këtu jemi në këshill koordinues me burgosnit politik, shoqatat e dalën nga lufta, shoqëria Lëvizja, po kemi kontakte edhe takime edhe me organizatat në barë kombëtare kudo që punojnë edhe veprojnë shqiptarët, dhe qëllimi i mirë edhe i domosdoshëm i këtij këshilli është që ne bashkërisht të shfaqim edhe shqetësimet, po edhe të bëjmë përpjekje që të arrijmë atje ku kanë synuar parët tanë. Pra pej parëve tanë pej platformës së Asan Prishtinës që përveç lirisë dhe çlirimit ka pas synim kryesor edhe bashkimin, po edhe të burgosnit politik në periudhat e ndryshme, në këtë rast qëndrimet të simbolit të rezistencës Bac Adem Demaçi, veprimtarit dhe herojt madh që tani më nuk dihet edhe për eshtrat e tij Tukshin Hotit, por edhe të luftës së lavdeshme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, ku në betimin e ushtarit të ushtrisë shqiptare të Kosovës thuhet qartë që përveç lirisë dhe çlirimit synim kryesor, këto luftra kanë edhe bashkimin. Pra, sot në informacion shkurt, gjithë këto që i përmena, këto organizata autoktone, kanë punu mjaftueshëm, kanë përmes strukturave, përmes përfaqësuesve, jo vetëm në Kosovë, por në Shqipëri, në Malzi, në Maqedoni, po edhe në diasporë, që protestat të janë masive dhe në herë mirë përgjithsisht si shqiptar ta kuptojmë që vlerat tona janë dhe kanë përmos kombëtare. Pra, në këtë rast preket në vlerën kulmore, pa cilën vlerë, pa cilën luftë, pra në ushtrinë shqiptare të Kosovës nuk do të ishte liria. Dhe falë kësaj lufte që orientoj drejt edhe faktorin NATO, sot e kemi lirinë e Kosovës. Por, kur preket në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës, kur atakohet kjo luftë, ne e kemi vlerësu, kështu mendojmë, po tani janë të bindur edhe faktori politik dhe gjithë shqiptarët se preket në lirinë e kësaj pjesë të atë që quhet Kosovë. Kemi punu që protesta në Kosovë, që është mbajtur, ju e keni përcjellë që ka qenë masovike, në mbështetje edhe të faktorëve politik, po edhe të akterëve të ndryshme, të fillu nga organizatat, nga individ të ndryshëm, personalitetet të ndryshme të kulturës, të historisë, për mos mi përmend gjithë me radhë, dhe mendoj që ne do të vazhdojmë sa herë të preket interesi jonë madhore dhe kombëtar. Qëllimi i këtij këshilli është që ne të mbrojmë vlerat tona kombëtare. Kemi punuar atë sa kemi mund, edhe jashtë mundësive që të ketë sukses protesta që është në bajt Prishtinë dhe ju e keni pa që ka qenë masovike. Protesta e radhës që është në bajt në Hag, gjithashtu i ka dhënë rezultatet e veta përmes asaj pjesëmarrje ju është dërgu faktorit ndërkombëtar një mesazh, sidomos Këshillit të Evropës dhe gjithë atyre që e kanë bën një gabim trashanik ndaj kësaj vlere, ndaj kësaj lufte. Protesta e radhës që do të mbahet në qendrën e shqiptarëve në Tiranë, ka përkraje të mëdha masovike, përgatitjet janë bërë dhe është protestë gjithëkombëtare ku pjesëmarrja e njerëzve mendoj se do të argumentoj dhe do të faktoj më së miri se kësaj lufte, këtij populli, këtij shteti dhe këtij kombi po i bëhen padrejtësi. Andaj unë ju bëj thirrje gjithë atyre që do të janë nga
troje shqiptare që të janë të kujdesshëm sepse protesta është e thirrur që t'jetë e qetë. Është një mirë e jashtëzakonshme që sikur do herë qeveria shqiptare e mbështet masovikisht, pra edhe ka bo thirrje, por sipas informacionet që i kemi edhe vetë kryeministri shqiptar do t'jetë prezent. Po mendoj që deri me tani nuk e kanë dhënë kontributin e tyre në përputhje me kushtetuesin. Nuk e kanë dhënë kontributin e tyre moral njerëzore mbi gjitha kombëtar, sepse këta kushdo që vjen dhe kushdo që është në institucionet e Republikës së Kosovës, duhet ta kuptojnë një herë mirë se pa sakrificë dhe pa këtë rrugë, sidomos që kulmoj me luftën e lavdishme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, nuk do ta kishim lirinë. Dhe pas lirisë janë kriju institucionet e Republikës të Kosovës dhe ne çdo herë ju kemi bërë thirrje, ju bëjmë thirrje edhe sot që t'i kryjnë detyrat dhe obligimet e tyre karshi kushtetutës së Republikës së Kosovës. Sidomos tani na vjen mirë që e mbështesin protestat që zhvillohen në kundërshtim të padrejtësive që po i ndodhin jo vetëm luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, po përmes krerëve atje kësaj lufte dhe duke bërë përpjekje kjo gjykatë selektive njëanshme njërlos këtë luftë dhe të barazoj me gjithë ato, se që tha Gjevati që ka bërë ushtria dhe policia serbe në Kosovë, mendoj se reagimet është dashur të jenë të fuqishme dhe është dashur të kërkohet argument mbi shpifjen më të lartë që është bërë kësaj lufte dhe popullit edhe kombit përgjithsisht, me aulidimin e shtëpisë Verdh dhe gjëja se ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë trafikim organesh. Në momentin që nuk është argumentu, nuk është faktu asgjë nga këto shpifje, është dashur reagimi dhe bashkëpunimi i institucioneve të Republikës të Kosovës me faktorin ndërkombëtar, në këtë rast me faktorin e drejtësisë ndërkombëtare dhe ne mendojmë se kjo gjykatë është dashur të jetë inekzistente. Por pavarësisht nga kjo, lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës ka qenë domosdoshmëri për të ardhur deri te liria. Dhe mendoj se gjithë na takon ta ruajmë lirinë e kësaj pjese të adhëvit, pas gjithë asaj sakrifice, pas gjithë atij mundi dhe pas gjithë asaj që ka ndodhur në periudha të ndryshme të historisë dhe të popullit në përgjithësi. Megjithatë, pavarësisht shpifje, pavarësisht deponimeve që kanë bërë në këtë gjykatë, kushdo që ka bërë, krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës, nëse nuk nxjerrët ndonjë vendim politik dhe nëse me të vërtetë ka drejtësi që ju e dini që në 2015 ne kemi vlerësu që kjo gjykatë nuk do të nxjerrë drejtësi dhe kemi kundërshtuar madje edhe me protesta të pandalshme, nëse ka drejtësi krerët e ushtrisë shqiptare të Kosovës do të lirohen, do të kthehen faqe bardhë dhe kjo re e zezë që ju është në vesh Republikës të Kosovës dhe mbar kombit shqiptar, një herë për gjithmonë të hiqet dhe të përfundojnë këto atakime, të përfundojnë këto gjueti që po bën gjatë gjithë periudhës pas përfundimit të luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës, padrejtësisht në luftën e ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe pjesëtarët e saj. Një prej kërkesave kryesore që do të paraqesëm këtu është kjo gjykatë të jetë jo vetëm transparente, por sa më shpejt të përfundoj misionin e saj, sepse kjo është themeluar mbi padrejtësitë që përmendi edhe Gjaviti nëpërmes rezolutës së dikmartit, i cili edhe vetë mohoi një rezolutë të tillë, prandaj kjo gjykatë ka qëndruar me kohë që të mbyll misionin e vet dhe të mos sharrojë në padrejtësi më të mëdha. Gjykata e Hagës dhe burgosjet që u bën të padrejta ndaj ish luftarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe udhëheqjes saj politike krye me drejtorin e
politik të ushtrisë shqiptare të Kosovës, Hashim Thaqet, kryeparlamentarin Jakub Krasniqin, ishi burgosur politik edhe në Federatën Jugoslave, që pas demonstratëve vitit 1981 e deri në 90-ën ka vujt një dënim goxha të madh me 14 vite ka qenë i dënuar, kryeparlamentarin tjetër Kadri Veselin, si dhe deputetin Recep Selimin. Po sikur të kishin qenë pak fajtor, këta shumë lehtë do t'i shmangishin kësaj gjykate, por nuk e kanë ndi veten fajtor, sikur se përpjekjet për liri të popullit shqiptar, për mase një shekull dhe më në fund u realizua themelimi i ushtrisë shqiptare të Kosovës që e konkretizoj, e realizoj këtë pjesë të lirisë të popullit shqiptar, sidomos në Kosovë. Prandaj i bëjmë thirrje publike edhe qeverisë Republikës Kosovës, e cila i mbështet këto protesta dhe presidenca, po ashtu që të kërkojnë rrugët, të shfrytëzojnë mënyrat dhe rrugët diplomatike për realizimin e kësaj kërkese nëpërmes Parlamentit të Shqipërisë, që Parlamenti Evropës le të nxjerrë një rezolutë dhe ta korrigjojë rezolutën për të cilën e ka votuar, gjithsesi i ka dhënë mundësi nxjerrjes një ligji të padrejtë për burgosjen e udhëheqjes së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ne mbështesim protestën e cila do të mbahet në Tiranë, urojmë që të jetë më masive, e kemi mbështet edhe më herët protestat që e përmendi parafolësi im, gjithashtu e mbështesim edhe lëvizjen me motocikleta nga prekazi heroik drejt Evropës për në Hagë dhe në Bruksel, në krye me Nasim Haradinajn dhe Tashollin me motoristat të tjerë të cilët e kanë marrë një rrugë shumë të ashpër ndoshta edhe në këtë kohë, por ideja e lirisë është më e vlefshme, më e çmueshme se gjithçka tjetër.